Drejtori sportiv I Vllaznisë, Serben Xhaferi, tjetër fitore I Vllaznisë në futsal, përsërimi shifra thella, urime. Faleminderit. Kjo ishte një ndeshje që ne nuk e vlerësuame, por siç e pata edhe vetë, kushdo që vjen me lutë me kundër ekipit Vllaznisë që përfaqëson Shkodrën, gjithë impenjohen dhe kam përshtypjen se ekipi kundërshtar duhet të respektuar dhe falenderoj për performancën që bën sot. Megjithatë, ishte skuadra mysafiri që shënoi e para, madje në pjesën e parë ka pasur jo pak rivalitet. Jo pak, unë tani nuk e moj mend se si shkoi me gola diferenca pjesë parë, por ekipi, siç e përsëri e thash më parë, ekipi u impenju, ne thamë po fillojmë me lojtar po quajmë të stolit dhe ato hala nuk u shkrinin mirë në lojën dhe detyrimisht atëherë edhe përfitoi ekipi kundërshtar. Por megjithatë atëherë Real lojë siç e pamë morën diçka krejt tjetër. Edhe një ndeshje për mbyll kampionatin e rregullt me Flamurtarin, do ta mbyll me fitore Vllaznia? Atëherë para se me lutjen me Flamurtarin, Flamurtari ditën e nesërme let me Tiranin, që është një ndeshje kush me ka vendin e dytë. Kushdo që të fitojnë, ndeshja me Vllaznin do të jetë një ndeshje e fortë sepse pavarësisht çfarë do lloj pretendimi që mund të ketë Flamurtari ose Vllaznia, ky kampionat ka treguar që ai çift është një çift pretendent për kampionat dhe do të bëhet një ndeshje shumë e fortë. Shumë lojtarë të ri në lojë, pjesën më të madhe, pra kishit vendosur ti jepshit hapësirë të kënaqur për atë çfarë dhan fushë? Jashtëzakonisht të kënaqur. Pavarësisht çfarë do lloj performance që mund bëjnë çumet e ri, ne ky ka kanë edhe plani I jon, qoftë I presidencës, qoftë jemi, qoftë edhe I kapitenit edhe trajnerit Alsit Tafili që ne shohim për të ardhmen dhe ardhmja është shumë e tepërt me thënë, po duhet me besu tek të ri dhe ne jashtëzakonisht kënaqemi me performancën e tyre. Zaferi, ke preferoni në shortin që do të hidhet për Final Four? Vitin që kaloi, ne kena pas një moto, dhe që kam përshtypjen është në të gjitha sportet. Nëse dën me fitu një kampionat, një kup, duhet me ra më të mirën. Dhe ne aty jena, ne presim në ra se do të hedhet short, dy vendet e para do shortojnë me dytin. Preferojmë një ekip që mos të jetë shumë I fortë, por për ne si Vlona, si Tirana, si qoftë format të amatosura, për ne është njësoj. Ne luftojmë për titull, por gjithmonë të I marrë ndeshjet me radhë një masi. Të vendosur për ta fituar titullin e dytë të radhës si kampion? Shiko, në qoftë se vjet unë thosha që objektivat tonë janë maksimale, por do në mes me kam tokë, do të thëmë të njëjtën gjë edhe si mirë. Nuk besoj që Vlona e Tirana kanë ardhur me bë piknik në këtë kampionat, edhe ata do të janë një kocë fort për ne, por objektivi jonë është gjithmonë majat. Me fjalën majat atëherë ju kuptoni vetë se ku është qëllimi I Vllaznisë.